Atëherë, raporti vjetor financiar, institucion të avokatit të popullit për vitin 2025, Komisioni ka shqyrtuar me datën 15 prill 2026 dhe pas që nuk ka pasur quorum për të votuar, andaj sot kemi votuar me votat e deputetëve të anëtarëve të komisionit dhe komisioni propozon që komisioni funksionar për të drejtat e njeriut, barazi gjinore dhe punë dhe familje dhe vlerat e luftës lirimtare, raportin e VM. Miratohet raporti vjetor financiar i institucionit të avokatit të popullit për vitin 2025. Tani si pikë e radhës është vazhdimi i shqyrtimit të raportit vjetor të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2025. Kjo pikë është vazhdimi i mbledhjes së mbajtur me 15 prill 2026. Materialet për këtë pikë i keni pranuar në kualitet më të mirë, besoj i keni parë të nderuar kolegë deputet, për shkak se kemi pas vërejtje me cilësinë e kualitetit të materialeve që janë përcjellur të raportit. Edhe për këtë pikë kemi ftuar sekretarin e Kuvendit, drejtorin e përgjithshëm të administratës dhe drejtorin e buxhetit që i ftoj në bashkangjitje. Mirësevt. Kam qenë njëri prej deputetëve atë ditë që kemi kërkuar shtyrjen e diskutimit për këtë raport, meqense nuk ka ardhur në formatin e lexueshëm tamam, edhe njëra prej arsyeve ka qenë kategoria e shpenzimeve për udhëtime jashtë vendit. Edhe në raportin tjetër tash kur e shohim në vitin 2025, ani pse Kuvendi nuk ka pas funksionim të mirëfillt, zyrtarët e Kuvendit të Kosovës kanë shpenzuar dikon 35.000 euro për udhëtime zyrtare jashtë vendit. Edhe meqense se kemi këtu edhe zyrën e financave dhe sekretarin, do të kërkoja sqarim për këto udhëtime, e në fakt meqense janë aq shumë udhëtime, unë do të kërkoj sqarim edhe me shkrim për një pjesë të udhëtimeve, meqense siç e thash edhe më herët, Kuvendi s'ka pas funksionim të mirëfillt. E ndërkohë shumica udhëtimeve janë në muajin 8, 9, 10, 11 apo dhe 4-5 ditë pa muajt zgjedhjeve e kaluara. Në këtë raport ka udhëtime dhe mëditje të dhëna edhe për deputet, madje edhe nga për ata deputet që kanë kontestuar zgjedhjen e kryesisë së Kuvendit vitin e kaluar në gjykatë kushtetuese, e ndërkohë kanë realizuar udhëtime jashtë vendit, edhe për ato udhëtime do të kërkoj sqarim, por meqense kemi të pranishëm këtu, mbas edhe mund të na japin sqarime, por ka shuma të paguara deri në 1.732 euro për një zyrtar të Kuvendit për udhëtim jashtë vendit në muajin e 10 tazon. Po, gjatë vitit 2025 ka pasur një numër të caktuar të udhëtimeve të stafit të administratës së Kuvendit, të cilat janë të listuara në raportin cilin e keni përpara. Ka pas udhëtime nga stafi i administratës në mbështetje të delegacionit në Parlamentin Evropian në tremiorin e parë të vitit 2025. Kanë qenë disa udhëtime në Parlament në Parlamentin Evropian nga komisioni i Kuvendit, e këta kanë shkuar si shoqërues të delegacionit të Kuvendit. Ka një marrëveshje mes Parlamentit Austrisë dhe Parlamentit Kosovës, ku zyrtarët e administratës aplikojnë për pjesëmarrje në trajnime në Parlamentin Austrisë, ka qenë një rast i tillë. Mandej në Parlamentin Evropian kanë qenë 2 udhëtime nga administrata e Kuvendit, edhe kanë qenë disa udhëtime me projektin për përmirësimin e qeverisjes parlamentare në Kosovë, i mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Fundacioni HOPS. Me këtë Fundacionin HOPS ka pas një marrëveshje me Kuvendin e Kosovës, në 2 vitet e fundit kanë qenë disa udhëtime jashtë vendit, këta edhe kanë marrë trajnime për stafin e administratës në Kuvendin e Kosovës.
Mandej disa aktivitete të tjera kanë qenë, shembull nga të projektit Gizit, Bashkëpunimi Rajonal për Integrim Evropian në BE, nëpërmjet rrjetit parlamentar, rrjetit sekretariatit Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, ka pasur punëtori me temën zbatimi i agjendës reforma në kuadër të mekanizmave të reformave dhe rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor dhe standardet të përbashkëta minimale për programin kombëtar për miratimin e AKIS për Ballkanin Perëndimor. Ka pasur udhëtime të tjera edhe kjo në kuadër projektit të Gizis për Bashkëpunim Rajonal për Integrim në BE, rrjeti parlamentar projekti rajonal i partneritetit lindor për reformën në administratën publike, ka pasur udhëtime të tjera nga Demokracia për Zhvillim, ku kanë qenë disa stafi komisioneve parlamentare, në punëtorin forcimi i mbikëqyrjes parlamentare, por ka pas edhe udhëtime të tjera, unë i ka vetëm disa prej tyre. Ndërsa sa i përket udhëtimeve të deputetëve, so përmend edhe çështja e udhëtimit të deputetëve, udhëtimet e deputetëve lejohen me vendim të kryesisë, domthonë kryesia e kuvendit i ka shkruar kërkesat e deputetëve për lejem të udhëtimeve zyrtare të vendit, është marrë vendimi dhe është realizuar udhëtimi. Okej, po përmend kryesinë e kuvendit, por na e dim që s'ka pas edhe kryesi për pjesën më të madhe të vitit të kryesitë të kuvendit, pra të mirëfillte dhe funksionale. Por meqense po insistoni edhe tek këto udhëtime që kanë qenë të arsyeshme, unë ditën vim do të drejtoj me shkrim për disa prej udhëtimeve, meqense edhe atë ditë na u tha që kuvendi i Kosovës po në raport figuron që ka mbi 152 veta staf, ndërkohë tek këto udhëtimet janë disa që përsëriten në udhëtime, edhe prapë po përmendet Këshilli i Evropës, Parlamenti Evropian, që na e dim që është në Strasburg, nuk është as në Vjenë, as në Ulqin, as në Tiranë, as në Rom, se udhëtimet janë në këto shtete. Edhe pa dashur me parashikuar për këto udhëtime, mund të jenë edhe po duat besoj të jenë, siç po thoni edhe ju, edhe me arsyeshmëri, por kosta është shumë e lartë, edhe do të kërkojmë sqarim edhe me shkrim për këtë pjesë, por lut sekretarin që të jetë rigoroz në meratim të udhëtimeve zyrtare të kuvendit, po dhe të ketë një lloj mbikëqyrje te shpërndarja e udhëtimeve ose pjesëmarrjes së stafit kuvendit të Republikës Kosovës në trajnime, programe e kështu me radhë. Mos jenë persona caktuar të zgjedhur edhe bëhet me një lloj transparence brenda kuvendit, po me një lloj korrekcie edhe kolegiale, edhe profesionale, po dhe meritore sipas punës së zyrtarëve në kuvendin e Kosovës. Faleminderit, nderuar kryetar. Unë kam vetëm disa sqarime që edhe në kohën kur shkohen zgjedhje, kryesia funksionon edhe merr vendimet, e zakonisht vendimet për udhëtimin e deputetëve dhe për kabinetin, zakonisht merren kryesi të kuvendit dhe kryesia ka vendosur. Ndërsa sa i përket administratës, administrata vendos, domethënë pavarësisht kryesisë është në funksion ose s'është funksion. Dhe paraprakisht me siguri që sekretari ose ish ushtruesi i detyrës edhe ushtruesi tani që është, domethënë këta i marrin vendimet në bazë disa dokumenta paraprake, domethënë që kuvendi ka për obligime me ju përmbajt disa raporte, domethënë kontraktuale ose të marrëveshjeve për projekte të caktuara. Zakonisht për shembull ato që përmeni drejtori për buxhet ka qenë projekt i BE-s, domethënë edhe i kontraktuar këtu në kuvendin e Kosovës, që ka udhëtuar administrata e kuvendit edhe në Bruksel edhe në Rom. Po janë edhe disa marrëveshje tjera për shembull me NDA-n ose me Gizin, që këta aranjojnë takimet për administratën, po e zonë për shembull në Parlamentin e Molitzi, që ka pas disa takime që janë kanë edhe vitin e kaluar, po pavarësisht se kuvendi është funksional ose është funksional, mon administrata i ka disa obligime në bazë disa memorandume paraprake, që me siguri edhe kryesia ose edhe kryetari i kuvendit ka qenë në dijeni, domethënë për ato obligime që i ka administrata e kuvendit. Faleminderit. Faleminderit drejtor. A ka dikush tjetër nga deputet antar të komisionit që dëshiron ta marrë fjalën për raportin në fjalë?
Nëse nuk ka, keni diçka tjetër me shtu sekretar ose drejtori i buxhetit ose drejtori i administratës. Nëse jo, po edhe njëherë fjalën deputeti Valon Hoti. Unë sigur që do të votoj këtë raport edhe u diskutuar në mbledhjen e kaluar të këtij komisioni. Me rastin e votimit, si deputet i këtij komisioni, inkurajoj edhe duhet me kërku të instanca tjera, po inkurajoj kryesinë e kuvendit që fondet, resurset ti orientoj drejt efikasitetit kuvendit, jo ta mbi populloj kuvendin e Kosovës me temrum politik. Kërkesa e ushtruesit detyrës sekretarit Adit ishte që të rritet numri i stafit për komisionet caktuar ose zyrat caktuar brenda kuvendit, sidomos te Adit përmendën zgaboj zyrën ligjore, edhe neve po na vin ligje në komision për të cilat zyra ligjore ka të pamundur përpiloj raport ose edhe zyrat tjera të kryejnë punën si duhet. Edhe kryesia e kuvendit do të shoh pavarësisht rregullores, do të shoh mundësi që të rris numrin e stafit brenda kuvendit në komisionet të caktuara edhe në zyre apo drejtoritë të caktuara e të rrudh pak të kufizoj shtimin e stafit të emëruar politik. Faleminderit. Faleminderit deputet. Atëherë unë ju falenderoj për prezencën edhe jeni të lirë. Faleminderit e mirë se takohemi në raportime tjera. Faleminderit. Atëherë, kolegë deputet, pas përfundimit të diskutimeve, Komisioni për buxheti propozon kryesisë së kuvendit rekomandimin si në vijim të miratohet raporti shpenzimeve të kuvendit të Republikës së Kosovës për vitin 2025. Bëhemi gati për votim, kolegë deputet. Kush është për? A kemi vota kundër? A kemi abstenime? Konstatoj që me 5 vota për, asnjë vot kundër dhe 3 abstenime, miratohet raporti i shpenzimit të kuvendit të Republikës Kosovës për vitin 2025.